Për sa i përket librave vëlla. Për të ardhur te librat. Librat janë në momentet e mia më krize ekonomike të time, që nuk është se kanë qenë të pakta, që është e vërteta. Sidomos gjatë pjesës së rinis, pas studentore, që është kriza ekzistenciale. Është e vërtetë, e kemi patur gjithë, nuk e di. Nga 21 vjeçe në vazhdim. Deri 27, 28 është i krizë shumë e madhe. S'kam shkuar akoma 27, 28, kështu që jam akoma në krizë siç unë. Edhe 100 o zot. Kështu që e ndjej. Çdo muaj, Viola, jo kriza. Po. Çdo muaj kam bler një libër. E kishe edhe ti këtë si bixhos. Po. Që i lije lekët. Po i veja i blia tek këto të rrugës. Aty gjen në libër. Kisha lek për shku tek. Po. Se s'po bëj reklam. Po, se edhe këto janë bërë kështu tash. Po ti bëjmë reklamë vëlla se duhet më na sjell lek për me i bërë reklamë vëlla trosh me thon tash, ja kupton. Do t'i kishe bodi reklam për shembull një shpendit nëse nuk do të kisha dhënë lek, se asortiment, po kaq shumë thjesht. 5.000 lek, 7.000 lek, 10.000 lek, sa të kisha? Blia Jules Vernein, blia, nuk e di, Roberto Battaglia, Lufta e dytë botërore. Që goditja më e bukur që kam bërë është The Abnormal Psychology of Modern Life, prodhimi 1976-s, i 3 botimeve të Oxfordit, të Yale-it dhe të Universitetit të Massachusetts. Gjesa e ka marrë, sfidë për ju dy. Pret. Po të them unë ty 7.000 lek. Ja. Më pak. Më shumë. Nuk e di tash. Jepni versionin. 4. Ja. 5. 10. Atëre 2.000 lek. Bravo. Se nuk do kishte kuptim më shumë. Perfekte. Bleva 3 libra. Arben Puton. Për histori. Në 2 libra tjerë të Arben Putos prap. Se ti e di që unë jam pedagog gjeopolitike, se marrëdhënieve kam talenta dhe gjëra aty. Kam shumë çep lexoj. Për të drejtën ndërkombëtare mos e bëj. Gjeopolitik, marrëdhënie ndërkombëtare. E drejta ndërkombëtare hyn te jurisdiksioni, te jurisprudenca, fal. Po. Edhe i bëj tani pazar të tipit. I bëre edhe pazar. Jo, i bëra pazar, ma jep këtë tash. Okay. Anglisht është. Se çfarë i bëje pazar 2.000 lekë ku ta çonte? Jo, unë nuk do ma jep 2.000 lekë. Unë e mora, meqense të mora këto 3. E kuptoj. Na jep në çmim për këto. Po merr ata 2.000 lekë. E ta xhaxhe tash, sa dash lekët. Sa po ja ke fut vetes vëlla. Sa po ja dhe lekët. Sa po ja ke fut vetes, shpresoj mos dëmbi shumë. Se kjo gjë nuk vlen 2.000 lekë vëlla. Sot e kësaj dite ta marrësh është 270 euro botim. Cila është një gjëja më, se kam përshtypjen në libra të cilët kanë kaluar në disa duar, ndoshta më herët mund gjesh edhe shënime. Ka ndodhur ndonjëherë gjesh ndonjë gjë shumë të veçantë? Po. Teza ime është drejtoresha e kulturës në RTK. Jeton në Kosovë, është e martuar në Kosovë. Burri tezës time Zeqiri, që unë e përshëndes shumë, është eruditi më i madh që kam njohur në jetën time, është enciklopedi Necia. Domethënë, për ta kuptuar se çfarë niveli intelektual ka, duhet të kuptosh që pasuria e tyre vetëm është 300.000 euro vetëm libra, ka një bibliotekë aq të madhe me shkallë. Dhe shtëpinë vet. Dhe për ta kuptuar akoma më thellë është po të lexosh parathënien në Universitetin e Beogradit së Aristotelit, është e bërë nga Zeqir Hamidi që në vitet 80 kur ka qenë student. Atë akoma nuk ka ndryshuar sepse nuk ka një parathënie më të mirë se sa ajo e tia. Tani që ta bëjmë lidhjen, çfarë ka Sabri Hamidin? Vlla. Pra është vllai Sabri Hamidit. Po. Dhe Umberto Eco shqiptar, e cilësuar si Umberto Eco shqiptar, Sabri Hamidi. Pra teza ime është e martuar praktikisht me një dinasti intelektuale. Dhe kam lexuar për shembull parathënie, kështu shënime për Xhaxhi Zeqen edhe për Albanën, të miqve të tyre ose të autorëve që u kanë dhëruar libra. Është përsiati filozofike, domethënë ato gërmat janë të shkrira komplet. Nuk di ta them tash, ta citoj, po di ta perifrazoj. Domethënë dhurat për të zgjeruar limitin e pafundëm të mendjes tënde. Ne kishte bërë një paragraf bukur, po unë po ta përmbledh. Dhe vetë i shkruaj libra, dhe unë kur më dhuron një libër, për shembull mua është shumë e thjeshtë, domethënë nuk ka çfarë dhuratë do të bëj gashit.
Me gazhën në shumë e thjesht, shko tek një librari, ble një libër të mirë që ti mendon, bëj një kështu edhe e mbyll me 7.000 lekë, me 10.000 lekë, me 5.000 lekë, badjava 20.000 lekë që është libri më i shtrenjtë 25. Dashuria ime për librat daton që herët shumë. Kur kam qenë i shtruar në spital, kur isha i vogël, në Fier, e vetmi arsye që unë pranoja që të rija në spital, e mbaj mend si tani, mami më ka thënë do të cjell librat i lexosh këto. E shon për kohë të gjatë? 1 muaj. Biles e kam lënë tek abetarja jon, mami Mirës punon në pulari. Te P-ja, te shkronja P. Dhe bëja dhe detyrat e shtëpisë shkollës si mi sillen ato zyshat aty në spital, që mos të humbja vitin. Bëja dhe provimet në spital, edhe lexoja. Në spital. Në spital. Dhe kam pas dashuri edhe unë, domethënë kam lexuar Bukovskin 16 vjeç, Femrat e Bukovskit. Atëherë u bën një komision etike në shkollë, sepse unë po i thosha shokëve dhe shoqeve të mia të klasës në pushim të madh që lexoni Bukovskin, po ai është tipik erotik, a kupton? E ke lexuar këtë që po? Femrat. E ke parasysh për çfarë flitet? Po. Nëse ajo, 16 vjeç ishin hormonet e mia që unë doja me kuptu nga seksualiteti i femrës, se thënë drejtë, thënë trosh, nuk është se kishim eksperjenca me gjinin plotësuese, kupton që të dinim këto flirte. Edhe libri është një mënyrë e mirë për të... Ti e kupton atë gjithë idenë. Vërtet, po. Por unë kam kuptuar vëlla te Bukovski se si mos t'jesh vëlla. Se ti mëson edhe se si mos t'jesh nga diçka. Po. Pra, të kesh talent, edhe ta shpërdorosh në bixhoz, dhe në alkol, edhe në një jetë jetë mondane, boheme, që ti ndron partneret. Okej, unë e kuptoj në moshën tonë, tani vëlla, që ke energji e gjitha, po kur vetëm në një moshë 50 vjeç, 60 vjeç, shtrohet njeriu. Do stabilitetin, jo ti automatikisht do stabilitetin, se prezumoj që ti i ke mbyllur gjitha etapat e jetës tënde, nuk është se po rrit tani të merresh me, domethënë do eksploroj veten. Dhe kjo ishte një gjë domethënë që më preku atëherë se ç'a gabimi po bëj unë vëlla që ta hapësh ti komision etike. Kam eksploruar me Mein Kampfin. Libër idiot. Libër i shkruar keq. Se ai nuk është shkrimtar. Dhe aty ku kam kuptuar që ajo lloj filozofie është e krijuar. Ose të pakën është e çal, ose të paktën është e krijuar për të goditur diku tjetër. Domethënë përket një agenda. Pastaj kam kaluar tek klasikët. Kam lexuar fantazi. Për shembull ka qenë e harrova emrin atij librit me kopertinë jeshile. Që fantashkend Biles kur e hapi ishte me ngjyra jeshile, shkrimi edhe me roz, edhe me lila, me gjitha. E harrova emrin. Edhe shkrimtarin e harrova. Po, edhe shkrimtari është i huaj. Është i huaj dhe flet për to legjendat, për gjonat, për dragonjë që ktheheshin, bëheshin. Nga kam dhuru një shoku Biles si të fillon të leximin, nuk besoj, vetëm po të ketë bë kaush. Ketë bë kaush është të mërshme, pra ne nuk dhuroj më libra, valla. Edhe unë prandaj nuk dhuroj më libra. Pastaj siç u thash edhe para se të fillonim, Tom Sawyer, aventurat e Tom Sawyerit dhe të Huckleberry Finnit konkludojnë pjesën, si thua, më imagjinative, domethënë imagjinuese të timin si fëmijë. Sepse unë kam qenë fëmijë ambivert. Që do të edhe ekstrovert, edhe introvert vëlla. Domethënë unë kam këtë ekspresionin tim, pastaj dua me mbyll atë kutinë time vëlla dhe nuk dua njëri të më hyjë tek ajo kutia ime sepse kam kohën time me veten dhe këtë ja kam kërkuar me mirë kuptim të gjithëve që më rrethojnë. Që mos e merr arrogancë, mos e merr personale vëlla, ka momente të mia që unë dua me mbyll, dua me net vetëm, s'do du ty këtu vëlla. Qartë. Du me net me veten time, kam nevojë të rri me njëri që më kupton 100%, kupton, nuk kam se të bindem ty, të më kuptosh ti apo të kuptoj unë ty. Dhe mbaj mend që ulesh në divan, edhe ke parasysh ajo pjesa te Topoli që ky mendonte se po t'ishte i vdekur, sidoqante Hall Poli, sepse këtë e kishte rrarë më para se ishte bërë atje dhe unë të gjithë këtë lloj gjëje e imagjinoja vëlla. Dhe vendosja aty, domethënë sikur isha unë, Huckleberry,
E gjithë me radhë unë isha Tom Sawyer dhe futesha tek ai, domethënë te limani që ti futesha me atë trapin që të kalohet te varrezat, që të shikoje gjë atje sepse ëndra ime nuk e di ditë apo jo, po ëndra ime ka qenë që unë të isha arkeolog. Vërtet? Po, domethënë unë kam një dashuri të papar për arkeologjinë. Të pëlqen të gërmosh? Po, të koleksionoj të gërmoj. Ka humbur kjo dëshira e gërmimit? Jo, e kam akoma këtë pjesën e gërmimit. Domethënë, mbaj mend një herë që kam qenë me një ish partneren time të hershme në Fier, që tani më është e fejuar, e përshëndes shumë, se du me përmend emra gjona personale. Edhe shkojmë për një piknik në Apolloni, larte, lokali Leon Rey. Ajo është kreta. Ngeli 2 orë vetëm, vëlla, se kishte ardhur një ekspedit poshtë arkeologjie dhe unë që i thosha zemra, ja, një sekond, rik këtu ti se unë po iki çik poshtë. Edhe ti u fute atje me ekspeditën, po gërmoje. Po rria, po vetëm po i pyesja, po i shikoja, do të thënë, vëlla, është si puna. Çfarë gjë e ke ti qef të bësh, vëlla? Fiksohet e gjëja jote, do të thënë atë ndjesin, edhe do të thënë do të rish vetëm të shofësh. Vetëm të ke qef me pa, vëlla, se si bëhet. Sepse unë jam tip aventurieri në mendje, jam shpirt i lirë shumë. Unë du vetëm me udhëtu, vëlla. Du vetëm me pa gjona. Domethënë luks për mua është natyra, luks për mua nuk është kjo që konsiderohet luks, po. Gjitha makina fancy, gjitha idiotësi. Mua makina më duhet nga ajat e bëja. Punoj koncesioneri, mos më çoj te doktori, siç na çoj që parë. Po. Kaq. Që kur ti thëm ndizet, kur ti thëm fikut fiket, ndroj vaj filtra, aq, ç'a duhet ty makina? Okej, e ke mundësit me e blie vëlla, sa e ke mundësit. Po s'ke pse futesh në borxhe për makinën. Ose ta quash. Unë nga ata u shpend që kanë pas mundësi me ato lekët dikur të paktën kur shtëpit ishin akoma të përballueshme, kur apartamentet ishin akoma të përballueshme. Ti nuk kanë tani? Tash janë shumë të përballueshme. Tani kemi shumë ato lekët ne i lëm bakshish kamarierit. Domethënë ti po thua që jetojnë që nga një gënjeshtër? Po. Dhe po thoja që njoh edhe njerëz që në momentin që kanë pasur ato parat për të blerë një shtëpi, kanë bler makinë. Është të mërshme. Ne jetojmë për të dukur. To vox popet që hapen në rrugë në gjona? Ke parë ato djalë nga Fieri? Nga Fieri, nga zona jonë ishe, sa i fliste me ere. Që do bëhet ta me 100 mijë? Do kisha bler një AMG 63-she. AMG 63. Ai shtëpi me qerpiç. E pra, nonën pastruese me shumë mundësi, a kupton, duke bë punë vulnerabël për me mbajt shpinën dhe ti mendon 100 mijë euro të para, do marr një AMG 63-she. Sepse do humbi virgjërin djalosha, kupton, me atë AMG-n. E pra, po ta mendosh. Se 30 vjeç i virgjër vëlla. E pra, po ta mendosh kështu mund të hym punë ajo. Për i gjë. Për ç'a të hym punë? Për të humbë virgjërin pra. Benci, jo Lenci. Ajo mund të hynte në punë që shkoje të zgjeroje çi kapacitetin mendor edhe se që ta dini ju, neve na la makina që parë në rrugë. Pa. Na la bateria e makinës, por u ndodhen disa çuna me zemër shumë mirë dhe me mundësinë, edhe i falenderojmë që faleminderit çuna, faleminderit. Na lidhen kavon tek bateria. Erdhën për zotin po kur i shikon këto lloj gjonash vëlla, komunitet. Është një komunitet që të kënaqet shpirti, janë gjona shumë të vogla që ndoshta me pa rëndësi. Kjo është e vërtetë. Por ti e kupton që ti të kalon mes rrugës të mblidhen ca çuna të panjohur fare që thon vëlla na kete lokale dhe postundezë që na marrësh prap kavon. Shumë e vërtetë, shumë e vërtetë. Nuk e di domethënë, është një gjë që ka shpresë akoma, faleminderit Zotit. Kemi nevojë për këto njerëz. Faleminderit Zotit, shikoj, ne bëjmë humor, bëjmë edhe humor terrët. Edhe i nxjim çik gjonat i hiperbolizojmë, po nuk është, okay. Ka balancë yingu dhe yangu. Nuk është e tërë e zezë. Mirë, ne do shkëputemi edhe për një tjetër pjesë muzikore. Ka që ishin libra dhe? Ka që do flisim për libra dhe? Është pjesa 3. Do rikthehemi në pjesën e 3 vetëm pas hapësirës muzikore.